Zakonisht ne rekomandojmë për shembull peeling më të butë, sidomos për lëkurat sensitive apo lëkurat kuperoze që kanë ato kapilarët e kuq, apo lëkurat që kanë akne rozace, personat që kanë egzema, dermatite alergjike të ndryshme, pra duhet të kenë shumë kujdes me produktet që përdorin, apo peeling të butë, kryesisht me mandelik apo me acid laktik, dhe për trajtimet të cilat kanë rrudha të thella apo cikatrice të akneve, ne përdorim lazera fraksional apo peeling të kombinuar në mënyrë të tillë që ne të marrim efektin maksimal. Por sigurisht te cikatricet e aknes duhet të fokusohemi pak që njerëzit duhet kuptojnë është një dëmtim i thellë i kolagjenit dhe ka disa tipe të cikatriceve në të njëjtën kohë, forma të ndryshme dhe ne përdorim terapi të kombinuara. Ndërsa për lazerat, kombinimet e lazerat kryesisht fraksional, që ne heqim lëkurën e vjetër dhe stimulojmë daljen e një lëkure të re, japim kujdesin pas, para përgatitje, trajtim dhe pas, duke bërë një protokoll shumë rigoroz në mënyrë të tillë që mos kemi ndonjë efekt ansor apo komplikacione. Sigurisht ne dim të marrim masat, por pacienti të marrë maksimumin e rezultatit. Kemi bërë oferta shumë të mira, që femrat po të kenë mundësi të trajtohet kushdo, edhe ato që s'kanë një mundësi nga profesionist, ta theksojmë, nga mjek profesionist, sepse vërtet ti mund të marrësh një produkt, por nëse s'di ta përdorësh në çfarë strese, për çfarë efekti, ti nuk e arrin dot të marrësh efektin